kalimin e kohës, Jozeu dhe brezi i tij u kthyen te paraardhësit e tyre. Por pasardhësit e tyre nuk e njihnin Zotin dhe gjërat që ai kishte bërë për Izraelin. Kështu bijtë e Izraelit bën atë që është mëkat në sytë e Zotit. E harruan Zotin, Perëndinë e tyre dhe i shërbyen Baalit dhe Asherofit. Prandaj Perëndia u zemërua me izraelitët e adhurzoi Kushan-rishathaimin, mbretit të Mesopotamisë për 8 vjet. Bijtë e Izraelit i klitën Zotit dhe u lutën. Perëndia u dha atyre si çlirimtar Othnielin, birin e Kenazit, vëllai më i vogël i Kalebit. Me Zotin që ishte me të, Othnieli mundi mbretin e Mesopotamis. Kështu, Izraeli pati paqe për 40 vjet deri në vdekjen e Othnielit. Pas vdekjes së Othnielit, Izraeli përsëri bëri mëkat përpara Zotit. Atëherë, Zoti e bëri të fortë Eglonin, mbretin e Moabit kundër Izraelit. Egloni, mbreti i Moabit, mblodhi rreth vetes bijtë e Amonit dhe të Amalekut dhe pushtoi qytetin e palmave në Izrael. Kështu, Izraeli i shërbeu mbretit të Moabit për 18 vjet. Edhe bijtë e Izraelit i klitën përsëri Zotit dhe u lutën. Zoti u dha atyre një çlirimtar, Ehudin, birin e Gerit, Benaminitin, që ishte mëngjarrash. Ehudi bëri një shpatë e ngjeshur në brez poshtë veshjes, në kofshën e djathtë dhe shkoi t'i paraqesë Harachin, mbretit të Moabit. Pasi paraqiti Harachin, i nisi ata që kishin ardhur me të dhe shkuan vetëm te Egloni, mbreti i Moabit, dhe i tha: "O mbret, kanë diçka që dua të them fshehurazi." Egloni, mbreti i Moabit, tha: "Të gjithë qëndroni në heshtje." Dhe të gjithë ata që e shoqëronin dolën jashtë, dhe Egloni ishte ulur vetëm në freskë, në sallën e lartë. Ehudi i tha përsëri: "Kam një fjalë për të thënë nga ana e Zotit." Kështu mbreti u ngrit nga froni i tij dhe në atë moment Ehudi zgjati dorën e majtë, zori shpatën nga kofsha e djathtë dhe e goditi mbretin. Pastaj Ehudi doli dhe mbylli me çelës dyert e sallës së sipërme. Shërbëtorët që e prisnin mbretin hapën derën me çelës pak më vonë dhe pan të habitur mbretin e tyre që rinte i shtrirë në tokë dhe që kishte vdekur. Ndërkohë, Ehudi iku në Seirah dhe arriti në krahinën malore të Efraimit. Kur i arboris, izraelitët zbritën bashkë me të nga krahina malore. Dhe Ehudi u tha atyre: "E jani pas meje, sepse Zoti ju ka dhënë në dorë Moabitët, armiqtë tuaj." Bijtë e Izraelit zbritën pas tij, vunë vatë e Jordanit që çojnë në Moab dhe mundën Moabitët. Moabi u poshtërua nga dora e Izraelit dhe Izraeli pati paqe 80 vjet me radhë.